Është mbajtur edicioni i 7 i festivalit Shpirti i Ballkanit në Korçë, ku grupe të ndryshme ballkanike kanë parakaluar në rrugët kryesore të qytetit e më pas kanë performuar vallet e tyre karakteristike. Blerta Belliu, organizatore e këtij festivali, tregon se ndryshe nga herët e kaluara, këtë herë pjesë e festivalit është bërë dhe muzika jazz. Një festival veror që bën bashkë ansamblet më të mira nga Ballkani. Ne do të kemi në këtë edicion 5 ansamble folklorik që përcjellin vallen tradicionale dhe muzikën tradicionale ballkanike. Gjithashtu është e miksuar dhe me 4 banda, ku do të veçoja Big Balkan Orchestra, një nga orkestrat më të mira ballkanike, që do të performojnë datën 14, sot do të kemi sërish 3 banda muzikore, nuk kanë vetëm muzikë ballkanike burimore, por dhe atë të jazzit. Shpresoj që në këto 2 net do të përcjellim më së miri gjithë shpirtin e Ballkanit, duke sjell jo vetëm pjesët dhe kostumet tradicionale të tyre, por dhe muzikën e pakrahasueshme të Ballkanit. Grupe që vinë nga Ballkani tregojnë se kostumet dhe muzika ndryshojnë nga vendi në vend, ndërsa këtë vit pjesë është bërë edhe grupi nga Franca. Ne hetuam këtë vend, jemi si në shtëpinë tonë dhe kemi ardhur me një grup nga zona jonë për të sjellë kostumet tradicionale dhe këngët tona tipike. Kemi sjellë kostumet kombëtare, 2 vallet tona. Ky është kostumi jonë, ne me krenari themi se është kostumi më i bukur në Ballkan. Kostumet e rajon nuk janë të njëjta, por muzika po. Shpirti i Ballkanit tregon diçka që shpesh keq kuptohet, dashurinë që ne kemi për njëri tjetrin. Ky festival na bën bashk çdo vit dhe ne vijmë plot qejf. Unë mendoj se kostumet janë pothuajse të ngjashme, njësoj dhe këngët tradicionale. Kostumet i kanë shiruar jo vetëm qytetarët e Korçës, por edhe turistë të shumtë që kanë zgjedhur Juglindjen për të pushuar. Është hera e tretë që vi në Shqipëri. Që herën e parë jam mahnitur me mikpritjen e njerëzve ndaj dhe vi. Turizmi ka ndryshuar. Gjërat shihen lehtë sot, por kjo mikpritje është e rrallë ndaj vi. Dhe ku mund të shohësh kaq kostume të bukura shumë ngjyrshe diku tjetër përveç se në Korçë? Korça është interesante sepse ka modernizëm, ka dhe tradicionalizëm. U surprizua me këtë event kostumesh, vajzat janë kaq të bukura. Kostumi shqiptar duket shumë i bukur. Operator turistik tregon se këtë vit numri i vizitorëve është më i lartë se viti i kaluar, ndaj bashkia e këtij qyteti ka planifikuar një kalendar të ngjeshur artistik gjatë sezonit veror.